Kryeministri Rama reagoi pas vendimit të kushtetueses për kthimin e Erjon Veliajt në krye të Bashkisë së Tiranës, duke rrëzuar dhe vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e tij. Në një postim në rrjetin social në X, Rama thotë se u vërtetua se ai nuk ka kapur të gjitha pushtetet, siç e akuzon opozita, dhe sipas tij, nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027 dhe kushtetuese mendon se kryebashkiaku i burgosur i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë disproporcioni mbajtjes së tij në qeli nuk është më thjesht në dëm të lirive të drejtave kushtetuese të personit, por edhe në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhuri vet apo jo. Rama shtoi se çdo njeri normal që nuk sheh tek qëndrimi kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë në dëm të madh të Tiranës, po një qëndrim të vendosur parimor nuk ka se si të mos pres që më të njëjtën parimësi kur të gjykoj para burgimin e tij, kushtetuese ta kthejë Erjon Veliaj në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lirë. Apo jo, ka shkruar Rama. Edhe gjykata në Kosovë ka urdhëruar kthimin